Protestat e qytetarëve, qeveria italiane anullon planet për resort në zonë të mbrojtur në Sardenja, planet për një zonë të posaçme ekonomike në Cala Finanza në verilindjet Sardenjës janë anulluar pasi projekti një resorti Galmping në Tavolara rrezikonte të shndrohej në një skandal kombëtar si ai i Shqipërisë. Ka shumë ngjashmëri mes resortit që dhëndri Donald Trump synon të ndërtojë në lagunën pranë Vlorës dhe projektit Tavolara Bay në Cala Finanza, por në këtë rast qeveria italiane ndërhyri dhe tërhoqi autorizimet, duke mbështetur kërkesat e qytetarëve dhe organizatave që kundërshtuan projektin, që nga sot projekti për ndërtimin e një kompleksi turistik luksoz në territorin e bashkisë Loiri Porto San Paolo përballë ishullit të Tovalarës dhe rreth 20 kilometra në jug të Porto Rotondos, i zhvilluar nga kompania Tovalara, nuk gëzon më autorizimet e qeverisë italiane. Departamenti për jugun pranë Palazzo Chigi ka urdhëruar shfrytëzimin e autorizimit të dhënë në 6 shkurt 2026, i cili kishte hapur rrugën realizimit të projektit. Lajmi u bë publik nga vetë kryetari i bashkisë Loiri Porto San Paolo Francesco Lai, i cili ishte gjithashtu në qendër protestave të banorëve të Sardenjës që organizuan tubime dhe demonstrata kundër zhvillimit të projektit. Kush protestoi kundër projektit Tovalara Bay, vendimi konsiderohet si një fitore rëndësishme për banorët, grupet qytetare dhe organizatat mjedisore, të cilët bashkërenduan veprimet dhe zhvilluan një luftë të fortë kundërshtuese. Përveç zona ku planifikoi investime është pjesë e një zone detare të mbrojtur ku sipas ligjit kombëtar italian ndalohet çdo ndërtim. Ajo mbrojt gjithashtu nga plani rajonal i peizazhit i miratuar në vitin 2006 nga ish-presidenti i rajonit të Sardenjës Renato Soru, i cili vendosi ndalimin e hapjes kantierëve të ndërtimit brenda një distance prej 30 metrash nga vija bregdetare, pse u kërkua një zonë posaçme ekonomike. Për të shmangur këto kufizime, kompania braziliane e zhvillimit pasurive të paluajshme, JHSF, një nga më të mëdhat në Amerikën Latine, kishte kërkuar qeverisë italiane një projekt që të trajtojë sipas procedurave të thjeshtëzuara të zonave posaçme ekonomike ZES. Fillimisht kjo kërkesë ishte miratuar. Megjithatë, presidenti i rajonit Sardenjës, Aleksandra Tode, e ankimoi vendimin në gjykatën administrative rajonale Tar. Seanca është caktuar në 8 korrik, ndërsa Tode ka deklaruar se është e gatshme ta çojë çështjen deri në gjykatën kushtetuese nëse do të jetë e nevojshme. Autorizimi dhënë nga qeveria kishte të bënte vetëm me një brez toke Buzdetit, ku kompania braziliane planifikonte të ndërtonte një kompleks resort luksoz përmes restaurimit të një vile ekzistuese dhe vendosjes rreth 20 kabinave të lëvizshme pa shtuar sipërfaqen e përgjithshme të ndërtimit. Megjithatë, përdorimi i procedurave të ZES edhe vetëm për këtë fazë të parë u konsiderua shumë problematik, pasi do të anashkalonte kufizimet kombëtare dhe rajonale për mbrojtjen e peizazhit dhe mjedisit.